Prishtina u shndërrua sërish në zemrën e futbollit të vogël, aty ku sporti, rivaliteti pozitiv dhe atmosfera jashtëzakonshme verore bashkuan qindra pjesëmarrës e dashamirë të këtij sporti. Prishtina Turnament mblodhi pjesëmarrës nga kategori të ndryshme, nga më të rinjt, U9 e deri te seniorët, duke krijuar një mozaik gjeneratash të bashkuara nga pasioni për futbollin. Organizatori i turneut, Lulzim Berisha, një herësh kryetari i tifogrupit Dardanët, zbuloi detaje nga edicioni i 9 i këtij kompeticioni. Risi normalisht shkon për çdo turne, është i vetmi që mohon të mplatu në Zair Pajaziti, është viti 9, thashë edhe më herët. Këtu ka shumë bashkëdhetarë që mbledhen këtu dhe bojnë ekip, dhe me thonë shumë spontan, vinë këtu e shuhin, ka muzikë, ka arktim, po sidomos është e fokusume të fëmija, dhe me thonë përshin edhe vetë, janë shumica fëmij që vinë marktohen, gjitha janë këtu që janë kushtet për me zhvillu një lojë. Menoj që është një organizim i qëllum në krye qytet, sepse nuk ka shumë kësi aktivitete sportive që marrë. Marim pjesë jo krejt prej Prishtinës, ka dhe njerëz prej tjera, për shembull është Trep Çatatënon, ka shumë që janë të Milosheves, janë Podujeves, janë të visëve tjera që vinë këtu. Turneu është i hapur për gjithë, nuk ka veç mosha të reja, ka çdo vit thuajse ka 2 apo 3 ekipe të mërgjimtarëve. Që kjo është që e bën pak më të veçantë prej viseve tjera, sepse mahet në shesh dhe është i hapur për gjithë. Na vim prej botës futbollit edhe e kemi pa që është të fillu me shumë ftesa prej qytete tjera ku unë jam edhe ish futbollist, na kam ftu që para finales me lujt edhe kemi pa të arsyeshme që edhe kryeqyteti me pas, sepse kryeqyteti është i gjithëve, ka fillu me inspirim prej vendeve tjera edhe kemi vazhdu. Paj tash këtu nuk bëhet ky vetë, janë edhe bashkëpunëtorët, është Getardi Huseni, është Bajrami Murturi, është Liriki Berisha, ka edhe shumë njerëz që mos mi përmend emra se nështë ta harrojnë një. Ka shumë njerëz që është një ekip shumë e madhe këtu që janë në këtë organizim që miren me çdo detaj këtu. E shihni edhe vetë që domethënë nuk i mungon kurrë, është njëri prej turnireve më profesional që mohet në këtë Kosovë. Këtë herë kanë marrë pjesë një ekip nga Berlini, që është thirr Berlini, edhe një tjetër është marrë Neostad, mos gabofsha. Kanë qenë disa 3-4 kanë qenë shqiptar, tjerë kanë qenë gjerman, që menoj që ne kanë pasunu këtë vend, sepse shumë njerëz vinë këtu prej jashtë që e shohin që domethënë ka pas rast ku njerëz e kanë potencu që as në Evropë nuk mohon në përsheshe kështu, e kupton. Ka që mohon në në periferia, mirë po sheshi, duke falendëru komunën e Prishtinës që na jep mundësinë me e bo. Na bashkëparisht edhe me Federatën e Futbollit të Kosovës. Këtë vit ka qenë edhe UEFA Foundation që na ka suportu në këtë event. Ka fillu me datën 1 dhe përfundon me datën 9, janë finalet ku kanë më zhvillu gjitha finalet se kush ka në finale, që ka me pas fëmijë, ka me pas vajza, dhe pse vajzat ala janë të lujtë janë garë. Ka me pas finalet vajzav, ka me pas finalet veteranave të vajzav, ka me pas finale të yjeve të Prishtinës edhe të këtë Kosovës, ka me pas me nevojat të kufizume, ka me pas shumë finale ku besoj që edhe mi ftu nështë në qëfëse bime dhe në kontakt me pas edhe pak arktim muzik, po fokusja në sport edhe menoj që s'kena me lanë shtres pa e prek, që me orë pak me prek bile sa do pak, me u hjek prej rrjeteve sociale apo prej telefonave dhe shumë gjona tjera. One ju kisha ftu dhe hera tjera me ardh, edhe me pa dhe me thonë nuk ka shikus që e mon telefonin, nuk ka fëmijë që e mon telefonin, fokusi dhe krejt përqëndrimi ju nga qenë edhe ideja fëmijët sa ma largë telefonave dhe sa ma largë rrjeteve sociale. Na me thonë drejtën ja kemi arrit një qëllim që besoj që secili prej organizatorë me një krenar për këtë punë që e bojnë. Futbolli është vetë jeta, domethënë përderisa nuk e përjeton nuk ka se si po shkruhet ky san. Futbolli është një diçka që ndoshta mu mishru është pak si ka dalë, kush nuk e don mirë, po qofse mishrosh,
futbolli është një jetë, domethënë është vetë fryma, është vetë oksigjeni i jetës tonë, domethënë vetë më unol, dikon veç një pip me një të një referi që vim shon apo një zhunë, dikon vetë ti u ulesh edhe këshyrë dhe tenton me jap në ide apo në diçka tjetër. Mendoj që është një sen shumë i qëllum që ka jap Prishtinës, edhe mendoj që nuk kemi mundohur për derisa na krijon kushtet për me bë diçka për fëmijët, për kryeqytetin, për gjithë njerëzit që e rrethojnë këtë vend. Eksperiencën e tij në këtë ngjarje sportive e ndau edhe trajneri i Trepçës 89, i cili vlerësoi atmosferën, organizimin dhe rëndësinë e këtij aktiviteti për zhvillimin e futbollit të të rinjt. Është viti i tretë me radhë që marr pjesë në këtë turnir. Është një turnir që mbledh ekipat më të mirë të vendit, edhe është me të vërtetë një organizim mjaft i mirë që do të mi përgëzu organizatorët. Ndërsa sa i përket ekipit tonë, si Trepçë 89, në fundit e kemi rezultatin. Me rëndësi për neve është që fëmijat vinë, të fitojnë eksperiencë, të fitojnë shoqëri të re, të socializohen, edhe mas në fund këtë vjen edhe nashta dhe rezultate. Fitimi më i madh për neve është që fëmija po vinë, po kënaqen. Ajo është qëllimi jonë parësor. Ndërsa sa i përket rezultatit, po them për neve është e fundit. Jo e rëndësishme pjesëmarrësia, po eksperienca e fëmijëve, aja përvoja që e fitojnë, ju vynë të ardhmen. Absolut, se na këtu edhe në çdo turnir që shkojmë, edhe çdo garë që marrim pjesë, ju sugjerojmë fëmijëve që sportit të kenë disiplinë, të kallëzojnë lojna të mira, ajo që na karakterizon neve si klub është loja e mirë, edhe ato mundohem tash shumë vite me milë të rinia jonë, e qytetit tonë, deri me tani ja kemi arritur atë qëllim. Ndërsa sa i përket këtij turneu, nuk është që kemi bërë diçka ndonjë përgatitje të veçantë, mirë po thjesht kemi ardhur që fëmijët vazhdojnë të kenë lojë, të socializohen, të zbaviten, pasi që ky turneu nuk është vetëm thjesht me lojë, mirë po edhe apo them të bën klubin nga gjithë Kosova, edhe qëllimi është që këta fëmijë me përfitu më shumë shoqëri, më kënaq, ajo është qëllimi. E diela sjell momentin kulmor të kësaj feste sportive. Finalet e grup moshave do të përcaktojnë më të mirët në fushë, por emocionet do të vazhdojnë edhe gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve.